Ke kujdes me braktis namazin, me neglizhu namazin. Ke kujdes mos me fal namazin. Po ma parasysh. Edhe nëse e mëkatar, edhe nëse e gjunahçar, po si është e mundur? Po. Edhe nëse e zhyt vetën në mëkate, në gjunahe, namazin nuk guxon me braktis. Namazin nuk guxon me lën anash. Duhesh ta falësh namazin. Edhe nëse ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala je i mungut, je i dobët, i shkel dispozitat e tij. Megjithatë, kur të vjen koha namazit, duhet me fal namazin. Po si është e mundur hoq? Atëherë, ndoshta mundem me qenë unë munafik? Jo. Në krahasim me rahmetin Allahut subhanahu wa ta'ala, mëkatet e tua, gjunat e tua, dobësit, nuk vin asnjëherë në pesh. Krahasim me rahmetin Allahut, krahasim me namazin tënd, rahmeti Allahut është më e madhe. Namazi yt është më i madh te Allahu subhanahu wa ta'ala se sa mëkatet, gjunat të cilat i bën. Vetëm pak ndalu. Në krahasim me njeriu i cili nuk e fal namazin, krahasim me robin tjetër i cili nuk e fal namazin, ndoshta bën punë të mira, vepra të mira, ndihmon, i jep, angazhohet për punë dhe vepra të mira, por në anën tjetër është muqassir, është i dobët, nuk e fal namazin. Kjo s'vlen asgjë te Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa më kon njeri mirë, sa më kon bujar, sa më kon i shkret, sa më kon gjithë shka me bo, por nuk e ke namazin, nuk vlen te Allahu subhanahu wa ta'ala asgjë. Nuk ke pozitë te Allahu subhanahu wa ta'ala asgjë. Krahasim me gjunahet e tjetrit i cili ka bo shumë mëkate gjunahe, por kur e fal namazin, ky mëkatari është më i mirë te Allahu azza wa jall, i cili e fal namazin, në krahasim me njeriu i cili bën punë, vepra të mira, por nuk e fal namazin. Allahu na ruajt. Allahu na udhëzoft.